على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Hamdi dhe të gjitha falenderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tij deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra, vazhdojmë me temën moralet apo sjelljet islame. Dhe javën e kaluar folëm diçka lidhe me përshëndetjen përdore, sa është prej sjelljeve islame dhe buzëqeshjen. Pasi që të takohet muslimani me vëllain e tij musliman, pas ta kish përshëndet dhe ta mirëpret, apo të takohet me të me buzëqeshje, pasajna prej sjelljeve islame është ruajtja e gjuhës dhe e syrit. Pra kur të jesh me një njeri, me një musliman, me një mexhlis, me një vend, apo diku mysafir, ta ruajsh gjuhën tënde se çka po flet, ta ruajsh shikimin tënd, mos të shikosh në vendet që nuk dëshiron ai zoti I shtëpisë të shikosh, sepse kjo është prej sjelljeve islame. Ruajtja e gjuhës dhe e syrit është prej moralit të lartë të islamit dhe shenjë e besimit të plotë. Allah Gjeleshanu thot në Kur'an për gjuhën, thot ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dhe çdo fjalë që e hedh, që e fol, që e thot I biri Ademit, pranë tij janë dy melajket, raqib dhe atid. Pra janë dy melajket që I shkruajnë fjalët e tij, I shkruajnë veprat e tij. E për këtë duhet të kemi kujdes se çka flasim, se çdo fjalë jonë regjistrohet, shkruhet dhe ditën e gjykimit do ta shohim në peshorën tonë, ditën e gjykimit do të mbajmë përgjegjësi për fjalët tona dhe ne jemi përgjegjës në ditën e gjykimit për fjalët tona, për veprat dhe për besimet. Allahu xhaleshan thot në Kur'an: "Yawma tashhadu 'alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Thot ditën, pra ditën e gjykimit, kur gjuhët e tyre, duart e tyre dhe këmbët e tyre do të dëshmojnë kundër tyre për ato që vepronin. Pra ditën e gjykimit ne jemi përgjegjës për fjalët tona, për veprat tona dhe për atë që besojmë. Pra secili organ në ditën e gjykimit, secila gjymtyr, secila pjesë e trupit ditën e gjykimit do të dëshmoje për njeriu dhe për atë që e ka bën njeriu. Pra gjuha do të dëshmon, syri do të dëshmon, dora, veshji e kështu me radhë, gjitha gjymtyrët do të flasin ditën e gjykimit, do të dëshmojnë se çka kemi fol, çka kemi vepruar dhe çka kemi besuar. Prandaj çdo fjalë dhe vepër duhet të mendohet mirë, sepse asgjë nuk I fshihet Allah subhanahu wa taala. Pra ai din gjithçka, është I gjithdijshmi dhe din gjithçka për neve, çka flasmi dhe çka veprojna. Pra Islami urdhëron njeriu, pra I urdhëron njerëzit të flasin vetëm fjalë të mira, të largohen nga fjalët e këqija, siç janë gënjesha, pra rrejna, përgojimi, sharja kot dhe fjalët që I lëndojnë të tjerët. Pra prej sjelljes të muslimanit është që mos t'i përgojon vëllezërit e musliman, mos t'i shaje, pra mos t'i ofendon, mos t'i lëndon me ndonjë fjalë, mos t'i gënjen, mos t'i rreje, sepse këto nuk janë prej cilësive të besimtarëve. Besimtari duhet të jetë I sinqert, besimtari duhet të jetë këshillues, besimtari nuk duhet të jetë mallkues, pra të ketë kujdes me gjuhën e tij, sepse pejgamberi alayhis salam thot: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Kush beson në Allah dhe ditën e gjykimit, ditën e fundit, thot le të flet mirë ose le të heshte. Pra ma ti mirë fjalët e tua se çka po flet, qoftë në hajgare apo kur je serioz, ma ti fjalët e tua, sepse për fjalët e tua do të jepësh llogari ditën e gjykimit. Nëse është fjalë e mirë, fole, shpejto thuaj atë fjalë, nëse ka ndonjë këshill apo ndonjë porosi e mirë, po nëse nuk është fjalë e mirë, është fjalë e keqe, apo nuk ka dobi prej asaj fjale, ma mirë hesht, sepse heshja në këtë rast
është më e mirë. Pra ruajtja e gjuhës do të thotë ti kontrollosh fjalët e tua. Pra ti matësh, ti zgjedhësh fjalët. Sikur kur je para ndonjë mbretit, kur je para ndonjë njeriu të madh, siç i zgjedh fjalët e tua, se çfarë fjalë të përdorësh, çfarë fjalë të mos përdorësh, ndonjëherë dikush kur ka mu taku me ndonjë kryetar, para se më shkuaj që ndar dhe mendon, a ti thon kështu, a mos ti thon kështu. Cën fjalë ta përdor, cën fjalë mos ta përdor. Pse? Mos të gabon para kryetarit apo para mbretit. E muslimani duhet të ketë më shumë kujdes të zgjidhë fjalët e tij çka duhet me fol e çka nuk duhet me fol, sepse ka me dhënë llogarin ditën e gjykimit. Nuk ka vetëm me shlu gjuhën, fol. Çka të vjen gojë me fol. Por duhet të kontrollojmë fjalët tona, të flasim vetëm atë që është e mirë, e drejtë dhe e dobishme. Kur thojmë dobishme, pra dobishme për ndonjë dhe për në ahiret. Dhe të largohemi nga fjalët e kota. Ani ndonjëherë fjalë që nuk janë haram. Por janë fjalë të kota, s'ki dobi prej tyre, s'ki shpërblim prej tyre, edhe prej atij fjalëve është mirë të largohemi, siç edhe prej fjalëve të cilat janë të ndaluara, si gënjeshtra, përgojimi, sharrja tek kështu me radhë. Sepse njeriu më shumë të ditën e gjykimit, njerëz më shumë që të hudhen në xhehenem janë shkaku i gjuhëve të tyre. Pejgamberi alayhis salam thot: "Wa hal yakubbu an-nas fi an-nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Thot, a mos vallë, njerëzit do të hidhen me fitirat e tyre në zjarr përveç për shkak të gjuhëve të tyre. Pra shumica që do të hidhen në xhehenem ditën e gjykimit janë shkaki i gjuhës. Sepse me gjuhë njeriu mund ta lëndon dikan, me gjuhë mund të bën kufër, pra të largohet prej islamit, me gjuhën e tij mund ta kundërshton islamin, me gjuhën e tij mundohet halal ta bën haram apo haram në halal, e kështu me radhë, shumica njerëz ditën e gjykimit shkaku i gjuhës do të hidhen në xhehenem, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith. Po ashtu në tjetër hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna al-'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fi an-nar 70 kharifa." Thot ka disa prej njerëzve apo prej robëve që thojnë fjalë për të cilën fjalë nuk i kushtojnë shumë vëmendje, nuk i llogaritin si fjalë të këqija, as i llogaritin haram. Kufër jo se jo, pas haram nuk i llogaritin. Thot por çato fjalë i hudhin 70 vjeshta në xhehenem, do të thonë 70 vite në xhehenem. Në bazë haditheve të tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njerëzit që do të hudhen në fund të xhehenemit 70 vite janë jo muslimanët, kafirët, ata që s'kan besuar Allahun. Pra pejgamberi alaihi salam po na tërheq vëmendjen në këtë hadith se keni kujdes, mos thoni fjalë të cilat ju nuk ju duken diçka të këqija, por te Allahu janë fjalë të cilat të nxjerrin ndoshta nga Islami dhe të hudhin në xhehenem 70 vite dhe për gjithmonë do të mbetesh aty në xhehenem. E për këtë duhet të kemi kujdes se çka folmi, sidomos në hajgare. Kur jemi të bëjmë hajgare, jo se është ndaluar hajgarja në Islam, se pejgamberi alayhis salam ka bënë ndonjëherë hajgare me shokët e tij, por ka thonë unë e bëj hajgare, por gjithmonë e them të vërtetën. Do të thotë, edhe nëse je të bëj hajgare dhe nuk e thu vërtetën, ai llogarit haram. Ndonjëherë ku thonë njerëzit, a besë hajgare kjo është bën si me kalu natën, si me bën atmosferën, si me ndrish pak muhabetin, mi çu me kesh njerëzit, e po bëjnë hajgare, ama fjalët i ka këtë të pavërteta. E me Islam këto llogaritën haram. Pra gjuna, që bën mëkat Allah Taala. Pejgamberi alayhis salam thotë: "La yasluhu al-kadhibu fi jiddin wala fi hazal." Rrena nuk lejohet as në hajgare, as kur je seriozisht. Pra edhe kur fol serioz, po edhe në hajgare nuk lejohet rrena. E sa njerëz e kalojnë natën me hajgare duke fol fjalë të pavërteta, ato krejt regjistrohen në librin e tij si gjunohe e ditën e gjykimit ka me dhënë llogari. Allahu xhaleshan thot në Kur'an: "Waqifuhum innahum mas'ulun." Ndalini ditën e gjykimit, pra ndali ata se kanë me dhënë llogari. Pra ka me dhënë llogari për fjalë, ka me dhënë llogari për punët e tina, edhe për çdo vepër pra që e ka bën do të japmi llogari. Qoftë mirë apo e keqe, për të mirë do të shpërblehemi, e për të këqijet do të meritojmë dënimin e Allah subhanahu wa taala. Bukuria e njeriut nuk është vetëm fytyra e tij, por njeriu e bën të bukur fjalët e tij, gjuha e tij. Njeriu e bën të bukur veprat e tij. Sa njerëz janë munduar të zbukurohen me veshjet e tyre, me pamjet e tyre,
por te Allah janë të këshia. Çka se i ki për shembull teshët, rrobët e tua, 100 euro, 200 euro një këmish, 500 euro një xhakete, kuj diçka, kur fjalët i ki të këshia, kur zemrën e ki të keqe. Ai nuk peshon kur gjon te Allah Teala. E pejgamberi alayhis salam një ditë i tha Abbasit, i tha Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu, i tha yu'jibuni jamaluka, thot më pëlqen bukuria jote. O Abdullah ibn Abbasit i thot, o Abdullah, thot më pëlqen bukuria jote. Edhe Ibn Abbas i thot, wa ma jamalu rajuli ya Rasulallah, thot cila është bukuria e burrit o i dërguar i Allahut. Cila është bukuria e burrit? Pejgamberi alayhis salam thot, lisanuhu, gjuhati. Pra gjuha të bën të bukur, gjuha të bën të shëmtuar, gjuha të bën të bukur, gjuha të bën njëri të keq. Nëpërmjet gjuhës mund ta fitosh xhenetin, nëpërmjet gjuhës mund ta meritosh xhenemin, dënimin e Allah subhanahu wa taala. E kjo gjuhë, me këtë gjuhë njeriu mund të fiton shumë shpërblime, shumë sevape, ku thot pejgamberi alayhis salam me një hadith, thot kalimatani khafifatani ala lisan, thot janë dy fjalë, janë shumë të lehta për gjuhën. Thaqilatani ala al-mizan, të rënda janë shumë në peshore, pra kanë shumë shpërblime në ditën e gjykimit. Çato dy fjalë që i thu, kur peshohen në ditën e gjykimit kanë shumë shpërblime. Thot habibatani ila ar-rahman, dhe janë të dashura, pra Allah shpërblen për këto shumë. Thot cilët janë ato? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi al-azim. Pra sa të lehta për gjuhën, me thon gjatë ditës 10 herë, 20, 50, 100, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. A lodhesh jo? Atë kushton diçka jo, ama peshojnë shumë ditën e gjykimit dhe kanë shpërblime të mëdha te Allah subhanahu wa taala. E për këtë njeriu e zbukuron fjalët e tij dhe veprat e tij, jo veshja e tij, jo pasuria e tij, por pejgamberi alayhis salam i tha Ibn Abbasit, më pëlqen bukuria jote. E i tha, cila është bukuria e burrit? Tha lisanuhu, gjuha e tij. Po pejgamberi alayhis salam në këtë hadith pas sqaron se bukuria e vërtetë, bukuria e vërtet, thot, e njeriu nuk është pamja jashtme, por janë fjalët e tij të mira, janë mençuria e tij dhe mënyra se si e përdor gjuhën. Pra gjuha si e përdor ti, ajo çashton do të flasë. Gjuha, dietar thonë, gjuha është turjumanul qalb, është përkthyesi i zemrës. Do të thonë ti kur ki diçka në zemër, do më ia thon dikujt, nuk mund më ia thon me zemrën, më shkaj thot me gjuhë. Do më thon dikuj, barakallahu fik, Allah të bekoft, Allah të shpërbleft, e ki në zemër këtë fjalë, e me çka thot? Me gjuhën tënde. Do me nënçmut me dikonin e urrejnë me zemrën tënde, me çka shprehën atë urrejtjen tënde? Me gjuhë. E për këtë thonë dietar, gjuha është përkthyesi i zemrës. E për këtë duhet të kemi pra kujdes me gjuhën tona, kur të rrim me njerëzit, se çka flasim me njerëzit, se mund ndonjëherë me një fjalë me lëndu, ndoshta më ndryshu jetën e tij, më aprish jetën e tij, po ndonjëherë ndodh me një fjalë mund më rregullu dikujt jetën e tij. E për këtë pra gjuha është pasqyrë e karakterit dhe moralit të njeriu. Tregohet se njëherë Malik ibn Dinar, një prej dietarëve të mëdhenj, i cili ka qenë njeri modest, njeri i thjesht, ka qenë asket, njeri që i ka pas frikë Allah, që ka qenë i dhënë mas ahiretit, nuk ka qenë i dhënë mas dunjos. Thot një ditë Malik ibn Dinari i këshilloi disa prej nxënësve të tij dhe ju tha: "Idha ra'aita qasawatan fi qalbika", thot kur të shohësh ngurtësi në zemrën tënde, se zemra të ka bën ngurt, të ka bën e ashpër, të ka bën një zemër e cila nuk pranon nasihat, nuk pranon këshilla, thot wa wahnan fi badanika, dhe nëse shet dobësi në trupin tënd, wa hirmanan fi rizqika, dhe mungesë në rrezikun tënd, në furnizimin tënd, thot fa'lam annaka takallamta fima la ya'nik, dije se ke folur për diçka që nuk të përket, pra nuk të ka taku ta flasësh atë fjalë. E pejgamberi alayhis salam thot min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, pra islamit të mirë, pra islam i mirë i një njeriu dhe njeriu të jetë musliman i mirë është terkuhu fima la ya'ni, ti lajë sende që nuk i interesojnë. Pra ti nuk të intereson për shembull shtëpia e filanit si është. Ke shku diku misafir, duhet ta meroj cirin tan, duhet meroj gjonën tonë dhe nuk ka nevojë që ti kur të dish për asaj shtëpie, pastaj
ti përcjellësh lajm më të na përket dynjon, shtëpia filonit kështone, djali kështone, çika kështone, gruaja kështone, burri kështone, me fol për atë familje, për atë njerëz me të cilin ke net, shpesh ndodh njerëz të rinë di veta. Shprehen atë dashurinë që duhen mes vetë, janë të dashur e shokë të afërm, kur ndal njëri për tjetrin nuk ndalen të fol për njërin tjetrin pastaj. E po si rrike, e po si folke, e po si usjellke, si këshirke, e lloj përgojimi, krejt këto janë llogaritën gjunohe mëkatet e Allah subhanahu wa taala dhe do të japin llogari për këto. E për Islamit të mirë është që muslimani të mos interesojnë senat, mos të flet për senat që nuk i interesojnë, që nuk ka dobi për to, prej tyre, as për ndonjën e tij, as në ahiretin e tij. E pra Malik ibn Dinari ju tha nxënësve të tij, kur ta shihsh se tu ka ngurtësu, tu ka bën ashpër zemra. Çka do të thonë zemra e ashpër, do të thonë e ngurt, nuk ndikojnë në atë zemër as këshillët, as Kurani, as fjalët e mira, apo sigure e zemër. E thot kur ta shihësh se zemra jote apo e ngurt dhe trupi jot atë dobësu dhe po ki mungesë në rrisën ta në furnizimin tan, thot dije se ki folë për atë që nuk të takon me fol. Do të thotë ruje gjuhën, sepse të flasësh aty ku nuk të takon me fol, kjo është sebeb për ngurtësinë e zemrës, është sebeb për dobësinë e trupit dhe është sebeb shkak për çka? Për mungesën e furnizimit. Pra fjalët e panevojshme dhe ndërhyrja në punë që nuk na përkasin e errësojnë zemrën e muslimanit, e dobësojnë shpirtin dhe paksojnë bereqetin. Pra urtësia është që njeriu të flasë vetëm për atë që i sjell dobi në fen dhe jetën e tij. Për këtë pra prej sjelljes të muslimanit është kur të rrimë me njerëzit, të mundohemi të këshillojmë, të flasim fjalë të cilat na bojnë dobi për dunjon tonë dhe ahiretin tonë. Të rrish me një njeri të mirë është më mirë se me nejt në vetmi. Por, kur nuk ka njerëz të mirë, më mirë është të rrish në vetmi se sa me nejt me një njeri të keq. E dikush ndonjëherë thot, po kam çka me bon se me kalu kohën, po dal që të në kafe, hajde me fol, me kalu kohën diçka. Por, api llogarit fjalët e tua çka po flet, api mod fjalët e tua çka po flet, se të gjitha ato, për të gjitha ato kemi dhënë llogari në ditën e gjykimit. E për këtë, më mirë është vetmia, të rrish në vetmi, se sa me nejt me një shok të keq. Në tjetrën anër, më mirë është të rrish me një shok të mirë, se sa me nejt në vetmi. Po kur është më mirë me nejt në vetmi, kur rrethën e tanë, me të shoqërinë me të cilën jeton, në shoqërinë në të cilën jeton, nuk gjon njerëz të mirë, nuk gjon njerëz të cilët ta dojnë të mirën, njerëz të cilët të këshillojnë për të mirë, njerëz të cilët kur harron ti namazin ta kujtojnë me fal namaz, do të thënë se kena fal namazin, ai ta fal namazin. Njëri e shoqëritë e cila kur të sheh se po shikon në harame, të ndalon thotë mos shikon në haram. Pra kjo është shoku i mirë, i cili kur të shef të bënë të ndonjë gjunat të ndalon nga gjunohi. Kur e shef se të jetë e lon një obligim ndaj Allahut, ai të shtin me fal, me krija atë obligim ndaj Allahut. E nëse nuk i kësaj shok, atëherë vetmia është më e mirë. Pra vetmia është më e mirë kur nuk i shoqëri apo nuk i ke rrethin e mirë. E për këtë kur të rrish me njerëzit, ruaj gjuhën tënde se çka po flet, se ndonjëherë pse ndonjë fjalë nuk është fjalë e keqe, por ndonjëherë ja lëndon dikujt zemrën. Për shembull, jetën me ndonjë jetim. Edhe te e ki babën gjallë për shembull. Mos ul para te jetimit me filluar me lëvdu babën e me tregu çka ke bën babën tan, dola me babën në shtetin me babin tëm, kem me hungër, kem me pije, kem atje, kem këtu, sa ti mungon baba, ai nuk ka babë për shembull, as jetim. Dhe për këtë, pastaj mund m'ja lëndu zemrën. Mos fol për shembull për shëndetin, kur të shkosh me vizitu një të sëmur i cili është në shtrat, mos fol me fol para ti për shëndetin, vallahi alhamdulillah sot dhe umata i kish na bën 80 kg, 90 kg. Elhamdulillah nuk kam problem as me frymën, as me zemrën, as me shtypje, as me këtë. Ai rifi gati të vdek. Ai rifi për shembull është në shtrat, atë ka problem me frymëmarrja, ka problem ndoshta me shtypje, ka problem me atë me këtë, e mund t'ja lëndojsh zemrën. Por duhesh të jepësh, si më thon, të jepësh gajret, t'ja thuash ndonjë fjalë të mirë,
ti thosh inshallah është pastrim, inshallah Zoti ta lehtëson, inshallah Zoti të ndihmon, e shton me zgjedh fjalë, pra me në sicilin gjendje me njerëzit duhesh të gjonsh metoda se si të flasësh me ato e mos i lëndosh, mos i randojsh. Nëse nuk ka nevojë me fol, atëherë mos fol hiç. Pra nëse nuk e kërkon nevoja me fol, mos fol hiç. Treguohet për një dietar kur ka nejt përpara për mezhlise, në atë kohë ka nejt për mezhlise, ka nejt dhoma kon për plot dietar, si cili më i ditur se tjetri. E kur filluat të dietar me fol për ndonjë mesele, për ndonjë çështje, thuhet një dietar me një çështje nejt të i shiku e të ndëgju. Dikush i thot pse ti s'po fol? Kërcën të fol, pse ti s'po fol? Thot për drisajnë të fol që pse të foli unë? Mase nuk e kërkon nevoja. Se unë ku të foli, ka më shkrujt e fjalë. Domethënë ajo fjalë ka me qenë ose për mua, për të mirën time, ose ka me qenë kundra meje, pra ka më kon për të keqen time në ahiret. Thot për drisajnë të fol qirë dhe nuk ka nevojë me fol, pse të foli? E dietar thonë fjalën për drisaj që i mrenda teje, te sundon. E kur të del fjala nga ti, atëherë ajo fjala ti të sundon. Pra presia të muslimanit është që të arrijmë gjuhën tonë kur të rrim me njerëzit, të folni fjalë të mira, të këshillojmë, të tregojmë ndonjë histori islame, ndonjë histori të dobishme, që të tregojmë diçka për islamin, të urdhërojmë për të mirë, të ndalojmë nga e keqja dhe kështu ne e rrim gjuhën tonë, sepse tek e fundit ti me gjuhën tënde ose vetës i ban dobi, ose vetës i ban ndonjë dëm. E për këtë, muslimani ka obligim të ruajë gjuhën e tij kur të rrin me njerëzit. Po ashtu kur jemi tek njerëzit me njerëzit në shtëpi apo kudo qoftë, prej sjelljes të mira të muslimanit është që ta ruajë shikimin e tij, pra ta ruajë syrin e tij. Sepse syt janë një dhuratë, një mirësi nga mirësitë e mëdha që na ka dhënë Allah subhanahu wa taala. Na me këtë sy shikojmë bukurinë që i ka kriju Allahu, i shikojmë familjarët tonë, non, bab, fëmijë, gruajen, familjarë të dashurit të tu, i sheh me syrin tan, kur i sheh njerëz të bukur, kur i sheh një të dashur tonën, kënaqet zemra, domethënë kënaq shpirtin tan me atë shikimin. E ky shikim është një mirësi prej mirësive të Allahut që na ka dhënë. E këtë shikim muslimani pra urdhërohet të ruajë nga shikimi në gjëra të ndaluara. Pra Allah xhaleshan na ka dhënë këtë mirë, na ka dhënë syrin. Me këtë sy tham shohmi gjëra të bukura të mira që i ka kriju Allahu. E këtë syrin, këtë mirësi ne duhet ta ruajmë nga gjunohet. Nuk duhet të shikojmë në vende që i ka ndaluar Allah subhanahu wa taala. Nuk duhet ta keq përdormi syrin, këtë mirë që na ka dhënë Allah, se kemi më dhënë llogari për syrin. Për shembull, je dikon misafir, nuk ka nevojë në çdo qosh me shlu shikimin tan me këshir, se e ka bën këtë, pse e ka bën këtë kështu, pse e ka bën kështu, sa keq e pa bën këtë, e kështu me radhë. Sepse ne kur shkojna misafir dikun nuk shkojna kontroll me këshir se e kanë rregulluar shtëpinë, e pastaj të flasmi jashtë, po kena shku me kry, si me thonë një detyr, një punë të cilën e kanë muslimanët mes vetit të vizitohen. Pejgamberi alayhis salam na ka porositur që të marrim lidhjet familjare, pra të vizitojmë mes veti, e nuk na ka porositur pejgamberi alayhis salam të shkojmë në shtëpia, pak mu hap një derë me këshir çka ka në dhomë, çka ka në tjetër në dhomë, por pejgamberi alayhis salam na ka ndaluar nga kjo. Edhe Allah xhaleshanu ka thonë në Kur'an, thojë besimtarve të ulin shikimet e tyre. Pra kur jenë në rrugë, ule shikimin tan. Kur jenë në shtëpi dikon, ule shikimin tan. Sidomos kur kalon një dikush për shembull para teje, ndonjë haram, ndonjë gruaja e cila nuk e ka të mbuluar avretin e saj, apo ndonjë burr i cili nuk e ka të mbuluar avretin, pejgamberi alayhis salam i thotë një ditë Aliut radhiyallahu anhu, o Ali, mos e paso shikimin e parë me një tjetër, sepse i parë është për ty, por i diti nuk është. Pra nëse kalon rastisht një haram para teje, një punë ndaluar, dhe e shefti, pa dashin tonë, pa dëshirën tonë. Pejgamberi alayhis salam i thot Aliut radhiyallahu anhu, shikimi i parë është për ti, pra nuk i e gjuna për ta, sepse rastisht ka kaluar para syve. Por thot i diti nuk është për ti. Pra shikimin mos e parë, mos e përcjell me një shikim tjetër, pra kalon një haram. Ti duhesh ta largosh shikimin tënd, jo të kthesh, ta vazhdosh shikimin deri kur të bënte vogël, nuk mund me pas, siç e bojnë disa. E shikimi i parë, rastisht kur kalon diçka,
dhe shem ndonjë haram, ndonjë punë që është ndaluar me shiku, atëherë largon shikimin dhe nuk i bën gjuna. Po nëse pastaj e përcjell shikimin përzite herë përsëri, atëherë bën edhe gjuna. E për këtë, Allah xhaleshon na ka thonë, thuaj besimtarët të ulin shikimet e tyre. E këto kur është fjala për besimtarët, pra është edhe për burrët edhe për gratë, që të kemi kujdes mos të shikojmë në avrejtët e njerëzve, qofshin ato të grave apo të burrave, sepse ka avrejte që nuk do të sheh burrit tek një grua, po edhe ka avrejte që nuk do të sheh burrit te një burr tjetër. Siç është për shembull, sidomos te mëdhëbi Hanefi, avrejti i burrit llogaritet apo konsiderohet prej nërkërthisë deri në ngonjë. E këta e pjesën është avret dhe nuk lejohet burrit ta shikon atë pjesën tjetër të burrit të cilën e ka të ndaluar. E për këtë është sjellje e mirë. Shpesh në ndëgjojna kur thonë valla filon e ki pa ku fol me ndonjë gruaje, se ndonjëherë na bën rasti me fol, ndoshta me ndonjë gruaje të huaj në punë apo në rrugë apo dikon të bën. Nuk po thonë se duhet me shku me fol, po bën rasti me fol. A keni ndëgjuar ndonjëherë njerëz që thonë filoni mashallah ku po folke, as nuk ja shleke sin ndonjë gruas që të folë. Po më ka krinë të poshtë dhe po folke. Kjo është sjellje e mirë. Këtë kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu kanë vepruar sahabët e pejgamberit alayhis salam. Pra kur dikush thotë po kjo si mungesë e respektit, sigur mos më respektu, mos më këshir. Jo, respekt është kur nuk e këshir, sepse nuk don me leju të shejtanin të ndërhije mes teje dhe asajna, e pastaj të lindin mendime të këqija, mendime të cilët nuk i don Allahu, nuk i don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E për këtë Allah xhaleshon ka thonë ulni shikimet, thuaj besimtarët të ulin shikimet. Pra nëse fol me një grua të huaj, mundos sa më shumë të ruaj shikimin tan, ta krish atë bisedë shkaqia, shpejt e shpejt, mos më inë për biseda më gatë në detaje, shumë më fellë, se pastaj shejtani ai vetëm të shtin në mendime të këqija. E për këtë Allah ka thonë thuaj besimtarët të ulin shikimet. Nëse jeni në shtëpi të dikujt, Lukman al-Hakim, Lukmani alayhis salam e porosi dhe këshillon djalin e tij dhe i thot kur je në shtëpi të njerëzve, ruaj shikimin tan. Thot këtë kam mësuar prej pejgamberëve. Lukmani alayhis salam, Lukmani i urt, disa thonë ka qenë pejgamber, po disa thonë ka qenë njeri i urt, ka qenë njeri i ditur, ka qenë i dashur i Allahut e vlija. E thot unë thot Lukmani alayhis salam thot kam nejt me shumë pejgamber. Dhe çka kam mësuar prej pejgamberëve, një prej atij që e kam mësuar prej pejgamber thot e kam mësuar se kur të jesh në shtëpitë e tjerëve, ruaj shikimin tan. Pra sa më shumë ruaj shikimin, mos të shifësh sende të cilët nuk don, nuk i pranon ai i zoti i shtëpisë mi pati. Sidomos nëse ka fshehur diçka në shtëpi, mos shko me hulumtu edhe me pase çka ka aty, çka ka mas asaj perdës, çka ka që në fjok, çka ka në tavolinë, përmi tavolinë, mos të interesojnë sende sepse gjithë këto interesime që të interesojnë ta lodhin kokën. Për shembull, a thu çka pata që mas dire, edhe kur shkosh te shtëpia tu mendu, a thu çka pat, pse lodh kokën tonë? E ditë apo nuk e ditë çfarë do bie të bën? E ditë çka ka që mas dire, mas perdes, apo në rafta që e ditë apo nuk e ditë, çka të hinti në punë, çfarë do bie kia? S'ki asnjë dobi. Pa që e ditë, çfarë do bie kia? Asnjë çfarë do bie. Po nëse e shikon, e shlon shikimin me këshir, çka ka çka që mbas, që nuk don ai zoti i shtëpisë me pa, këto kia dam ti, se shku gjuna. Ki shiku diçka që e ka ndalu Allah subhanahu wa taala. E për këtë, njeriu nuk do ta lodhë kokën e tij e ta shlon shikimin gjatë në shmajtë nalte poshtë, çka po ndodhet, çka ka filan shtëpia, pak mu hap dritarja, më nërë me zgat kril me këshir çka ka. Këto janë të ndaluara e do të arrijmë shikimin ton dhe gjuhën ton kur jemi me njerëzit, kur jemi në shtëpitë e njerëzve, sepse kjo është prej sjelljeve islame. Prej sjelljes që na ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Allah subhanahu wa taala në Kur'an. Dhe më rëndësishmja që duhet të arrijmë gjuhën, është arrijmë gjuhën ton nga fjalë që mund të nxjerrin nga Islami, nga kufri. Pra me ruaj gjuhën nga kufri, sidomos kur jemi të hidhëruar apo kur jemi nervoz, me ruaj gjuhën tonë e mos me fol
diçka që të nxjerr nga Islami, për shembull, diçka kundra xhamis, apo diçka kundra Islamit, kundra Kuranit, kundra namazit, apo kundra Ramazanit, simboleve islame, apo kundra Allahut, apo kundra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ta ruajmë gjuhën sidomos në kësaj raste, për shembull në raste kur ka ndonjë vdekje, kur të vdes një i dashur apo kur të vdes një familjar, një i afërm, mos me kundërshtu këtë ndodhi që të ka ndodhur, këtë sprovë që të ka ndodhur, mos me kundërshtu Allahun. Mos me thonë, o Zot, ku më gjete bashmu, pse o Zot bashmu, as pa të që tërkan, e me kundërshtu atë caktimin e Allah, me kundërshtu këtë sprovë që të ka sprovu Allah subhanahu wa ta'ala, sepse kjo të nxjerrë edhe për Islamin. Apo me fol diçka kundra namaz, me thonë, hajde bollni me këtë namaz, namaz, apo bollni me këtë Islam, apo bollni me këtë, bollni me atë, sene që kundërshtojnë pra simbolet islamit, që i kundërshtojnë pejgambert, apo Allahun, apo Kuranin, apo xhenetin ose xhenemin, të gjitha këto të nxjerrin prej Islamit. E duhet me pas kujdes. Nuk ka thamërët, nuk ka vetëm me fol, peshloj gumun fol, hajde. Çka të vjet në gojë, po foli sepse kemi dhënë llogarin ditën e gjykimit. E për këtë duhet me pas kujdes, sidomos të kemi kujdes të madh për ndaj fjalë të cilët të nxjerrin prej Islamit. Sa ka njerëz i kalojnë netët total me Islamin, të bën hajgare me xhenetin, të bën hajgare me xhenemin, të bën hajgare me ditën e gjykimit, të bën hajgare me ndonjë pejgamber, apo me Kur'anin, apo me namazin, krejt të hajgare kjo tallje të nxjerr njeriu prej Islamit. Allah xhaleshan thon Kur'an, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Kur ti pyetësh ato pse kanë bën kufër, do thonë kunna nakhudu wa nal'ab. Ishmi duke tall, duke bën hajgare. Allah thot kul billahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un, thuaj me Allahun, me argumente e Allahut, pra me faktet, me ajetet e Allahut dhe me të dërguarin e Allahut po talleni. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Mos u arsjetoni, pra mos e merrni si arsye tallin hajgare, më thon vallahi ishmi të bën hajgare. Nuk ka arsye kjo, se Allah po thot la ta'tadhiru. Mos kërkoni, mos u arsjetoni, sepse ju keni bën kufër pasi që ishi besimtar. E duhet të kemi kujdes, sidomos ndonjëherë kur kallzojnë njerëzit që i thonë të na vica apo hajgare, filoni kështu, filoni ashtu, kish shku te xheneti, kish dal para xhenetit, kish një te xhenemi, me tregu se vica të cilët janë tallje me dinin e Allahun. Po hoxha, po me çka me kalu natën? S'po kalon ku, ata sidomos dimit nata e gat, çka me bën? A pa kemi çka me bën? A pa kemi me thonë subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim, a pa kemi me dhikra tjera për mendjet Allahut, la hawla wala quwwata illa billah, la ilaha illa Allah, elhamdulillah, Allahu akbar, me përdor fjalë dhikr, apo mu këshillu me zvete, apo me fol diçka për Islamin, ndonjë histori islame, sidomos me familjarët dhe me kalu natën me punë të mira. Pejgamberi alayhis salam thot shita'u, thot dimri është rabiul mu'min. Dimri është pranvera e besimtarit. Çka do të thonë dimri është pranvera e besimtarit? Sepse thot natët i ka të gjata për me bën ibadet, për me bën namaz, ditët i ka të shkurta për me agjeru. Pra tash dimri është shanca më e madhe e muslimanit me fitu shpërblim të mëdha. Pse? Nëse agjeron gjatë ditës, dita është e shkurtë. Tash pes, ton Zvicër nën pesë gjithë akşamit, 5:20 akşamit. Dikon ora 5 sabah është sifiri. Dhe me thonë dita e shkurt me agjeru, fllad, nuk është nxehtë, e nota është e gatë që njeriu mund edhe të rrinë me familjar, edhe të pushon, pastaj të falen namaz, nafile namaz natën, apo të lexon Kur'an, apo të bën dhikr, pra sikur dinë që mund të fiton besimtari shpërblim të mëdha te Allah subhanahu wa taala, në asnjë kohë tjetër nuk mund të fitojë. E për këtë thot pejgamberi alayhis salam, dimri është pranvera e besimtarit. Sahabët, transmetohet se sahabët kur ka ardhur dimri kanë thonë ahlan bishita, mirë se erdhe o dimër. Pse mirë se erdhe o dimër? Thotë sepse netët i ki të gjata për me bën adhurim ibadet, e ditët i ki të shkurta për me agjeru. Dhe me thonë, kemi na mundësi si me kalu natën e si me kalu ditën me punë të mira, pra nuk do me thonë se nëse është nata e gatë, e s'ki çka me bën, hajde tash mu tall,
si që bojnë disa me mutal me islam, e me Kur'an, e me xhenet, e me xhehenem. Pra të kemi kujdes, gjuhët tona t'i ruajmë sidomos nga kufri, po edhe nga haramët, po edhe nga fjalët e kota. Tash na për murujt nga fjalët e kota, jemi shumë larg aty. Për kësaj na probleme kemi mu largu. Po bile të ruhemi prej fjalët të cilët janë gjuna, janë të ndaluara me islam, si përgojimi, rrejna, apo bartja e fjalëve, apo nënçmimi muslimanëve, apo me athi zemrën ndonjë musliman me ndonjë fjalë, bile për këtij të ruhemi, e kur ta kalojmë këtë shkallë, të ruhemi prej gjunaheve, pastaj kalojmë në shkallën tjetër, ruhemi prej fjalëve të kota, sepse fjalët e kota nuk të bojnë dobi as dunjë as në ahiret, por je në humbje. Çfarë humbje je? Nëse gjithë orë apo një orë fol fjalë të kota, pse je në humbje? Jo se ke bën gjuna, por çat kohë gjithë orë një orë ke mujt në bën punë të mira, me fol fjalë të mira, bën dhikr, me thon la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pra nëse fol fjalë të kota gjithë orë apo një orë, nuk do me thon se ke bën gjuna, por ke humb. Çka ke humb shumë të mira. E besimtar nuk do t'i ta humbe kohën, sepse koha për besimtarin është shumë e shtrenjtë. Është e shtrenjtë sepse nëpërmjet kësaj kohe na mund të arrijmë shpërblimin të madh te Allahu subhanahu wa taala. Pra, përsia të muslimanit është ruajtja e gjuhës dhe ruajtja e syrit, ta ruash gjuhën tënde, mos të bësh gjunohe, mos të lëndosh muslimanët, mos të lëndosh muslimanët me ndonjë fjalë, ta ruash shikimin tan, mos të shikosh në përvejnë të ndaluara dhe mos të shikosh muslimanët me shikim nënçmimi, sepse edhe kjo është ndaluar, me shikuar ndonjë musliman me shikim të nënçmimit apo uljes të vlerat të tij, por syrin ton, gjuhën ton ta përdormi në atë punë ku është razia Allah subhanahu wa taala, ku fitojmë shpërblime, sepse syri dhe gjuha janë prej mirësive të Allahut që na ka dhënë, të cilët nuk kanë çmim në këtë dunjë. As me miliona, me miliarda, dikush nuk e shet gjuhën e tij. As miliarda dikuj më dhon miliarda nuk e shet syrin e tij. Dhe me thonë, na kemi këto të mirësi të mëdha të Allah subhanahu wa taala, e këto nuk duhet që ne ti përdor në punë që i ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala, sepse falënderimi ndaj Allahut është dy lloje. Falënderimi sunnet dhe falënderimi fars. Falënderimi sunnet është për shembull kur të pina ujë, kur të hajnë bukë me thon alhamdulillah, kur të kemi ndonjë të mirë me thon alhamdulillah, me falënderu Allahun me gjuhë. Ndërsa falënderimi obligim fars është ai që mirësi që na i ka dhënë Allahu mos i përdor në haram. Pra Allahu ma ka dhënë shikimin mos ta përdori në haram. Allahu ma ka dhënë gjuhën këtë mirësi, mos ta përdori në haram. Allahu ma ka dhënë pasuri, nuk do ta përdori në haram, e kjo i bën më kon falënderimi obligim. Pra falënderimi fars që ka obligim çdo musliman ta falënderon Allahun, pra ti ruaj gjymtyrët e tua nga haramën, nga veprat që të ka ndaluar Allah subhanahu wa taala. Dhe në fund, pra ruajtja e gjuhës dhe syrit është pjesë e moralit islam dhe dëshmi e frikës ndaj Allahut dhe pastërtisë së zemrës. Pra kur ta ruajmë syrin ton dhe gjuhën ton, kjo tregon se kemi moral, kemi edukat, kemi sjellje islame dhe kjo është dëshmi se ne kemi frikë Allah subhanahu wa taala dhe është dëshmi se ne kemi zemrën e pastër. Po kur njeriu e ka zemrën e pastër, pastaj edhe shikimin e ka të pastër, edhe gjuhën e tij e ka të pastër dhe gjitha gjymtyrët i ka të pastërta, sepse zemra është mbreti i trupit. Zemra, për të cilën thot pejgamberi alayhi salam, ala wa inna fil jismi apo fil badani mudgha. Thot në trupin e njeriu ka një copë mishi, e cila nëse rregullohet është në rregull, i gjithë trupi është në rregull. Nëse ajo prishet, i gjithë trupi është i prishur, thotë la wa hiya al-qalb, thotë ajo është zemra. Pra nëse zemra është e shëndosh, gjitha gjymtyrët janë të shëndosha. Nëse zemra është e shëndosh dhe e mirë dhe e pastër, prej zemrës burojnë pastaj fjalët e mira, sjelljet e mira, punët e mira, mendimet e mira e kështu me radhë. Pra zemra nëse është e mirë, i gjithë trupi është i mirë. Nëse zemra është e keqe, atëherë dhe gjitha gjymtyrët do të jenë të këqija, sepse zemra është mbreti i trupit. E lutim Allah subhanahu wa taala që
na bën për ati të cilët kanë sjellje islame, të cilët e morin shembulltir pejgamberin alayhis salam në jetën e tyre, qoftë në familje, qoftë në rrugë, qoftë në punë, kudo që jemi, ta kemi shembulltir pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të kemi edukat islame, sepse kjo edukat islame na bën të dobishëm dhe na bën të fitojmë dunjë dhe në ahiret. E lutem Allah subhanahu wa taala të na falë gabimet tona, të na mëshiron mbi tokë, ndër tokë dhe ditën e gjykimit. E lutem Allah subhanahu wa taala të ndihmon ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kudo që janë dhe që akthen atë krenarin që e kanë pas, krenaria e vetme ti ka qenë Islami, siç ka thënë Omeri radiallahu anhu, nahnu qaumun azzana Allahu bil Islam, ne jemi një popull që Allah na ka ngrit me Islam dhe me këtë të krenuemi na me islamin ton, mos të tërpërohemi para njerëzve me islamin ton, por gjithmonë të jemi krenar, lart me islamin, të ngritmi kokën ton me islamin, sepse ne në brendësinë ton e kemi fjalën më të çmuar, e kemi fjalën më të mirë, ajo është fjala la ilaha illa Allah, Muhammedun Rasulullah. E lutem Allah subhanahu wa taala na bën të qëndrosh në këtë din deri në frymëmarrjen e fundit dhe që dorëzojmë Allah subhanahu wa taala shpirtin ton me fjalën e shpëtimit, me fjalën la ilaha illa Allah, Muhammedun Rasulullah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.